Me mbrëma shikues të Klan Kosovës, po nisim kështu edicionin e lajmeve të orës 20 për gjatë këtyre 30 minutave. Këto janë disa nga lajmet kryesore. Një rajë e rënd ka ndodhur ndërmjet disa kushërinjve në gadimet të Lipjanit. Të afërmit e tyre thonë se shkasi i zënkës ishin ndasit politike. Policia ka arrestuar 5 persona. Ministri sërb pa portofolë Aleksandr Vulin tha sot në Graçani se Asociacioni i Komunave Sërbe nuk do t'jetë një organizat jo qeveritare. Ai tha se kjo bashkësi konsiderohet si kryevepër e Beogradit. Shfrytëzimi i energjisë në mënyrë efikase, njohur edhe si eficiencë, po del të jetë term i panjohur për shumë qytetarë. Një anketë ka gjetur se 62% e të anketuarve eficiencën e mendojnë si term politik. 2 shtetas shqiptar dhe një polic grek kanë humbur jetën pas një shkëmbimi zjarri në një vend malor afër kufirit Shqipëri-Greqi. Policia greke tha se të vrarët ishin trafikant droge. Kjo mohuan nga familjarët e viktimave. Xhemperi i Krishtlindjeve është shpikja më e re e amerikanit Mark Rober me instalimin e një aplikacioni në smartphone. Xhemperi në fjalë ndryshon pamje varësisht nga dëshirat e barësit dhe kushton 40 euro. Janë të thirrur të mbajnë rend dhe atë duke ndaluar edhe parkimin e parregullt, por policët sot bën përjashtim. Një numër i madh i tyre u pa në kryeqytet duke i ndaluar makinat e tyre në hapësira të ndaluara. Rrallë shihen kaq shumë policë në një vend, e aq më pak në objektet dhe oborin e Universitetit të Prishtinës, por të dielën e kanë një arsye. Këtu po i nënshtrohen një testi me shkrim me kalimin e të cilit do të marrin gradën e rreshterit. E për t'ju nënshtruar këtij testi kanë ardhur me vetura zyrtare e private. Mirë po, nuk kanë zgjedhur vendin e parkimit të tyre. Po t'i shihnin veturat e parkuara në këtë mënyrë, sigurisht se do t'i dënonin pronarët e tyre mbase edhe do t'u merrnin veturat. Por ajo që na befasoi neve sot është se ne pam vetura zyrtare të policisë dhe private të parkuara në parkun e gjelbruar para Universitetit të Prishtinës, më saktësisht Fakultetit Juridik dhe Ekonomik në Prishtinë. Zëdhënësi i policisë Baki Kelani konfirmoi përmes telefonit për mbajtjen e testit, për të cilin tha se nuk ka qenë obligativ, por e drejtë për të gjithë ata që kanë dashur të gradohen. Mirë po, Kelani nuk pati përgjigje edhe për parkimin e këtyre veturave. Ani pse i kërkoi Klanit t'ia dërgojë fotografit nga obori i universitetit. E policisë në Prizren dolën të lashe dhe brenda stacionit të vet, aty pjesëtarët e rendit u përleshën me disa persona që u arrestuan më herët në rrugën Tahir Sinani. E tëra kishte të bënte me gjetjen e një veture të dyshimt që brenda kishte një radiolidhje, një thik, një kablo dhe një sasi të fishekve. Kur 4 persona u sollën në stacion, dodhi zënka. 2 nga ta u dërguan në qendrën e mbajtjes në Prizren, derisa askush nga policia nuk ka marrë lëndime. Por tjetër fat pati një koleg i tyre që ishte ngarkuar të ruaj rendin pas ndeshjes së brëmshme të handbollit në Vushtrri ndërmjet Kosovës vendëse dhe Prishtinës. Ai u lëndua pasi tifozët gjatë daljes nga palestra kanë hedhur gjësende të forta në drejtim të zyrtarëve policor dhe veturave zyrtare. Polici në fjalë pas marrjes së ndihmës së parë është liruar në shtëpi. Nuk raportohet për të arrestuar. E të arrestuar nuk pati as lidhur me një përleshje që ndodhi në afërsi të komandës qendrore të policisë në Prishtinë, por u gjet të paktën një armë që besohet të ketë qenë në duar të njërit prej atyre që ishte pjesë e zënkës. Kalashnikov në qendër të Prishtinës dhe atë para komandës qendrore të policisë. Në fakt, pushka automatike si kjo në xhirim amator u gjet të shtunë mbrëma në një vazo. Këtu në hyrje të rrugës Recep Luci. Klan Kosova mëson se ka një arsye pse arma u gjet në këtë vend. Sipas banorëve të kësaj lagje, të cilët hezitojnë të flasin për kamerën e Klan Kosovës, këtu rreth orës 8:30 pati një përleshje mes disa personave. Mirë po, disa orë më vonë, policia e Kosovës arriti të gjejë një armë AK-47 në vendin të cilin gjendemi tani. Policia e ka konfirmuar rastin duke thënë se për armën e gjetur ka raportuar një qytetar. Mirë po, nuk janë dhënë sqarime në raport se si ka ndodhur që fare pranë policisë të ketë ndodhur përleshja e mos të ketë pasur të arrestuar.
Një person me inicialet GL nga Gadimja e Lipjanit u soll si rast emergjent në qendrën kryesore spitalore të vendit për shkak të lëndimeve që i mori nga një grup që e sulmoi. Sipas familjarëve të tij, ai u ra nga agja i tij NL, i cili me vete kishte marrë dhe djemt. Ky i fundit, veti gjashti, kishte goditur mbi GL me mjete të forta, duke i shkaktuar plak trupore, ndër të tjera edhe thyrjen e dorës. Arsyet e rrahjes janë politike. Sipas familjarit, dëshmitar NL, i cili përkrau PDK-n për kryetar të Podujevës, ishte frustruar në GL sepse ky i fundit kishte dhënë votën LDK-s në zgjedhjet lokale 2013. Rasti është konfirmuar nga policia, e cila i ka arrestuar. Mirëpo forcat e rendit kanë thënë se arsyet e rrahjes është një zënk rreth një kanalizimi. E serbët e Kosovës i kaluan dasit e tyre saj përket subjekteve, kjo pasi shumica i dhan votën nismës sërbska, ndërsa kryetaret e rinj bashkë me Aleksandr Vulinin u zotuan se asociacioni që do të themelohet nuk do të jetë vetëm një organizim jo qeveritar. U mblodhen gjysma atyre që do të përbëjnë asociacionin e komunave serbe. E këtu në Graçanic, për këtë grumbullim triumfues të kryetarëve të dalë nga nisma qytetare sërbska, ka ardhur edhe qeveritari serb i ngarkuar me Kosovën. Në këtë vizitë të parë pas balotazhit të 1 dhjetorit, Aleksandar Vulin ju foli serbëve për kompetencet e asociacionit që Serbia quan bashkësi. Bashkësia nuk do të ketë fuqi shtetërore, këtë e dim të gjithë. Por zajednica jonë nuk do të jetë OJQ, ku vendosin të tjerët. Ju vendosni për të. Bashkësia ka përgjegjësi të plot në shëndetësi, arsim, zhvillim ekonomik e urbanizëm. Kjo na mjafton për të. Vulin ka një epitet superlativ për organizimin e ri. Zajednica është suksesi më i madh i popullit serb. Ajo fillon së punuari në fund të janarit. Njeriu që është kundërshtar i ashpër i pavarësisë së Kosovës, megjithatë pranon se kryetaret e rinj serb duhet të betohen sipas tekstit që rrjedh nga ligji për qeverisi lokale i Republikës së Kosovës. Ata do të bëjnë betimin sipas ligjit mbi të cilin edhe janë zgjedhur. Betimi është neutral ndaj statusit. Aty nuk përmendet Republika e Kosovës. Për Serbinë kjo është e pranuar. Në këtë tubim të kryetarëve serb nga ana jugore e Ibrit, u pa kandidati i listës serbe për kryetar të Parteshit, i cili shkon në raundin e tretë me 15 dhjetore, ku rivali ka kryetarin aktual që vjen nga SLS. Të shohim se kush do të jetë burri atë ditë. Jemi gati për të ashtu quajturin raundi i tretë të zgjedhjeve. Dilni e votoni. Në këtë mbledhje të serbëve u njoftua se që nga java e ardhshme nis edhe zyrtarisht kalimi i shpolicëve të MUP-it serb në strukturat e policisë së Kosovës. Takimi më pas u mbajt me dyert të mbyllura. Operatorët e sistemeve të bartjeve të energjisë elektrike të Kosovës dhe të Serbisë do të nënshkruajnë marrëveshjen e kornizuar për bashkëpunim të martën me 10 dhjetor në Vjenë, ka paralajmëruar Bashkia Energjetike e Europës Juglindore. Siç është paralajmëruar në faqen e këtij institucioni, EMS dhe KOST do të nënshkruajnë marrëveshje për bashkëpunim dhe udhëheqjen e sistemeve nën patronazhin e Bashkisë Energjetike. Kjo marrëveshje paraqet një pjesë të realizimit të marrëveshjes për energjetikën të arritur me 8 shtator ndërmjet qeverisë së Serbisë dhe asaj të Kosovës. Derisa qeveria kosovare kishte pohuar se marrëveshja nënkupton që KOST të jetë përgjegjës për gjithë sistemin energjetik të Kosovës, zyrtar serb, agjencitë rregullatore të Serbisë dhe të Kosovës do të njohin reciprokisht licensat e kompanive energjetike, ndërsa parashihet që Elektrokosmeti të bëhet furnizues dhe distribues i energjisë elektrike në veri të Kosovës. Ministri i punëve të jashtme i Kosovës Enver Hoxha, pas vizitës në Paris ku mori pjesë në samitin franko-afrikan, ka udhëtuar për në Republikën e Guineas, ku do të zhvillohet sesioni 40 i Këshillit të Ministrave të Jashtëm të shteteve anëtare të Organizatës së Bashkëpunimit Islamik. Në margjinat të këtij sesioni ministror, ai do të zhvillojë takime me ministrat të jashtëm të shteteve që ende nuk e kanë njohur Kosovën, duke kërkuar njohjen sa më të shpejtë nga këto shtete. Hoxha do të takohet dhe me drejtuesit e OBI-t, si dhe me homologët e vendeve që e kanë njohur Kosovën, duke kërkuar për krajen e tyre në lobimin për
njohjen e Kosovës nga pjesa mbetur e shteteve të kësaj organizate. E një ish homolog francez i Hoxhajt ka zbuluar detaje nga koha kur François Mitterrand e drejtonte Francën. Roland Duma ka bërë të ditur se Mitterrandi ishte zotuar se derisa ishte gjallë nuk do të lejonte bombardimin e serbëve. Diplomati 91 vjeçar që shërbeu në periudhën 1988-1993 ka pranuar se gjatë marrjes së vendimeve të rënda gjatë krijimit të shteteve të reja në ish Jugosllavin, shpesh ka qenë në situatë jo të mirë që zgjidhjet e përbashkëta politike janë ndikuar nga ndjenjat personale të Mitterrandit, e të cilat thotë se i ka mbështetur edhe ky. Kryetari i trupit koordinues për Preshev, Bujanoc dhe Medveq, Zoran Stanković, ka paralajmëruar se regjistrimi i ri i popullsisë në këto komuna do të mbahet vitin e ardhshëm. Sipas tij planifikohet që të bëhet regjistrimi sipas kritereve ndërkombëtare. E kjo me qëllim që të zgjidhen problemet në kuadër të kushtetutës dhe të konventave ndërkombëtare. Ai ka deklaruar sot se bisedimet me përfaqësuesit e shqiptarëve në këto 3 komuna do të vazhdojnë shumë shpejt. Një incident i rënd ka ndodhur mbron pas mesnate në kufirin mes Shqipërisë dhe Greqisë. Aty u vranë 2 shtetas shqiptar dhe një polic grek. 2 shqiptarët, Melsi dhe Elvis Çollaku nga Shueci i Devollit dhe një polic grek, humbën jetën pas një shkëmbimi zjarri në vendin e quajtur Vrondero, 2 kilometra larg Prespës së vogël. Ngjarja ndodhi pak pas mesnatës të së shtunës, duke u gdhirë diel. Një patrull me 3 policë kufitar kishte shkuar për të kontrolluar një kasolle të vetmuar, e cila përdorej her pas here nga kontrabandistë dhe trafikant droge. Aty gjetën një person që po flinte, thirrën në gjuhën shqipe. Policia, por një person i dytë, që policët nuk e kishin vënë re, drejtoi armën kundër tyre dhe nisi të qëllonte. Nga plumbat u plagos për vdekje polici 43 vjeçar. Polici i tretë, i fshehur pas një peme, u përgjigj me zjarr duke e vrarë agresorin. Atëherë personi tjetër që ndodhej në kasolle rrëmbeu armën në shokut të vet dhe zbrazi breshëri, por pak sekonda më vonë do të binte edhe ai i vdekur. Familjarët e viktimave në Shuec kanë reaguar. Kishin shkuar të zinin një peshk aty që tashistin. Edhe të ronin, të mbante njëri, të mbante 2 fëmijë, tjetri 2 fëmijë, të mbante dhe gruan dhe nënën që kanë në shtëpi. Familja Çollaku ka hapur dyert e mortit, ndërsa janë në pritje të mbritjes së trupave të 2 vëllezërve. Një shtetas shqiptar u vra edhe në Amerikë, bëhet fjalë për Albin Avdylin, i cili u mbyt në rrethana misterioze natën afër restorantit të tij Royal Grill në Harper Woods të Detroitit. Ai u vra në parkingun prapa restoranit, ndërsa procesi i vrasjes është kapur nga kamerat e sigurisë. Videoja tregon në viktimën duke ecur për te makina e tij dhe një person tjetër i fshehur i cili shkonte pas. Pas një përballje të shkurtër, personi kishte shtënë me armë në viktimën. Disa sekonda më vonë, i armatosuri kishte ikur bashkë me makinën e viktimës. Policia tani është vënë në kërkim të tij. Kthehemi në vend dhe flasim për mundësinë e re që u krijua vreshtarëve të Raovecit. Ata tani kanë siguruar treg evropian për rrushjen e tyre. Shtuan kujdesin për vreshtat e tyre. Kjo pasi krejt rushi i truezës që do të kultivohet këtë vit në Raovec do t'ja mësy Gjermanisë e tregut evropian. Vreshtarët e këtoshëm tash kanë siguruar shitjen tek kompania Kelmendi GmbH që operon në Gjermani. Veç se rushi që do të servohet truezave evropiane nuk mund të jetë i çfarëdo cilësie. Në Raovec janë të mbjellur diku rreth 700 hektar me rush të truezës. Tu e marrë parasysh një prodhim mesatar 10.000 kg per hektar, diku janë rreth 7 milion. Mirë, po nuk do të thotë që të gjitha kjo sasi do të eksportohet. Një pjesë do të shkojë në tregun vendor dhe pjesa e klasit të parë do të shkojnë për eksport në Gjermani përmes firmës Kelmendi GmbH. Drejtuesit e kompanisë Kelmendi përmes shoqatës së bujqve të Raovecit do të mbikëqyrin krejt procesin e kultivimit të rushit të truezës, që më pas ai t'ia mësy tregut evropian. Shefqet Kelmendi, që drejton kompaninë Kelmendi, ka konfirmuar për Klan Kosova se tregu evropian e vlerëson tejet lartë rushin e Kosovës. Mirë po për eksportin e tij duhet të punohet edhe më shumë në cilësinë e tij. E kësaj ujtije ju gëzuan bojqit e këtoshëm që gjetjen e tregut për rosh nuk e patën të lehtë. Ne si fermerë jemi shumë të kënaqur do të thotë me këtë marrëveshje. Na mundson një treg, një përfaqësim të kulturës prodhimit, cilësisë në rend parë që rushi prodhohet edhe këtu jo vetëm
diku tjetër. Thotë është vatra kryesore e prodhimit të rushit. Madje tash vreshtarët që viteve të fundit zvogluan vreshtat e tyre, po mendojnë edhe rritjen e sipërfaqeve me këtë kulturë bujqësore. Të lashë që tash kemi imit që bëhet, s'kemi të lashë, na kemi 2 hektar regjistë trojezës, kemi 10.000 kila e marrim për rushit trojezës. Aktualisht, kompania Kelmendi po punon në krijimin e depove frigorifer për ruajtjen e rushit të Rahovecit, e çmimi i tij do të jetë mbi mesatarin e tij në treg. E sa herë flitet për energjinë elektrike, bëhet thirrje për shfrytëzimin eficient të saj, por pak kush në Kosovë e din saktë se çfarë është eficienca. Ky të paktën është rezultati i një anketeje. Poqat që i kemi me poqat eficient. Ky spot ka për qëllim të vedisoj kosovarët për të shfrytzuar energji në mënyrë efikase. Kjo gjë me një fjalë po quhet eficiencë. Po jo shumë veta e din kuptimin e kësaj. Në konë shofer e s'kom marrë me kësi farë politike. Eficiencë energjisë, vëllai kom dëgju për s'pun këtyr. Përgjigje të ngjashme i dhanë edhe Agjencisë së Kosovës për eficiencë të energjisë, 62% të anketuarve në një sondazh që u bë gjatë shtatorit, për patje dhe befasi për të mirë. Përdor energjinë mëshëm. Me shfrytzu domethënë energjinë në mënyrë racionale. Pas këtij spoti vedisues, agjencia në fjalë është në përpjekje për të hapur nga një pikë informuese në të gjitha objektet e kuvendeve komunale për eficiencën e energjisë. E para tashmë ka nisur të funksionojë në fushë Kosovë. Kryeshefi i agjencisë bën thirrje të ketë më tepër kujdes për eficiencën e energjisë tashti gjatë dimrit kur rryma shpenzohet më tepër. Ne mund ta ngrohim dhomën aq sa kemi nevojë, e jo më ta ngrohim dhomën më tepër e pastaj t'i hapim dritaret, kështu që Kjo është shfrytëzim racional i energjisë. E nëse veprohet kështu, atëherë faturat e rrymës do të tkuren. Pak energji dhe po kursejmë pare. Por me e pa shfrytëzim eficient, një familje e rryma i shkaktoi goxha dëme. E rasti tani mbetet të shqyrtohet në kompaninë e distribuimit të energjisë për të parë nëse vërtet faji ishte te sistemi i furnizimit. Ja pa sherrën vendosjes së kësaj ore digjitale. Kjo pajisje sipas Mehmet Sadikut nga Prishtina e vendosur keq, ja dogji 2 televizor, 2 frigorifer, shporetin, makinën e larjes së rrobave dhe enëve. Fajtor për këtë janë zyrtarët e Kecit, që sipas tij nuk e përfunduan punën si duhet. Kur e kanë ndruar orën, në atë moment i kanë ndjekë çdo sen, kur e kanë lëshuar, kanë shkuar te poshtë, nuk kanë dhënë kurrë përgjigje, kanë shkuar. Mas pokti sa mund 3000 euro mas pokti në dëm. Pa energji elektrike më së keqi po e ka në këtë shtëpi, gjyshja e Mehmetit Garoshja. Ushimin dhe ujin po e ngron në këtë shporet. Zëdhënësi në Kec, Guri Shkodra tha se nëse ankesa këtij të riu është pranuar në zyret e tyre, atëherë zyra rregullatorit për energji elektrike do t'i japë përgjigje brenda 30 ditëve. E banorët e fshatit Gërlisë Ferizajt kanë tjetër hall, ata janë në zorë nga ndotja dhe kundërmimi që po shkakton deponia e bërllogut. Derën këtu, shkruajnë derën atje, pa pagesë, ai punduar tani ishin bërë në gjella. Kjo që po thot ky banor i Gërlisës po jepet si arsyetim pse në hapësira të braktisura përreth këtij fshati të Ferizajt janë krijuar edhe deponi të vogla të mbeturinave. Banorët po ankohen se kanë probleme të shumta si pasojë e kësaj qendre të transferimit të mbeturinave. Thonë se nuk po ndodh bardhja e tyre në deponinë e Gjilanit, e kështu era e rëndë dhe lëngjet e liruara nga këto mbeturina po u avështirësojnë jetën. Domet shëndetësore, mund të thonë që shkaktojnë ata janë që nuk shihin, për shkak se këtu përveç mbeturina industriale ka dhe mbeturina medicinale që vinë për shembull prej spitaleve, ka mbeturina. E dikush tjetër thot se po ndihet në siklet kur i vinë myshterinjt në lokalin që ka afër kësaj deponie. Po sa zbresin për makinës, ku ndërmon erë, miza, miskoja, gjona të ndryshme, domethënë, sa që si zbres për makinës, ata nuk pe kuptojnë se çka është puna ose pe nga vjen kjo, domethënë automatikisht çka pas ka ndodhur, domethënë edhe po vin pozitiv keq për një vetë ndran, se po llogaritet se dikun te unë aty është diçka e keqe ose në lokal ose diçka. Ankesat e tyre i kanë drejtuar në të gjitha organet si lokale dhe qendrore, por janë të dëshpëruar me përgjigjet e marra. Përgjigjja e tyre është banale. Nuk kam përgjigje, realisht këna me shqu, definitiv këna me marrë masa, këna me shkarku, këna me garku, për asnjëherë veprime konkrete për me eliminu këtë gjëna që nuk kanë do. Të kontaktuar përmes telefonit përgjegjës të kompanisë pastërtia në Ferizaj thanë se këto akuzat të drejtuara nga banorët nuk janë të vërteta, pasi kjo kompani i mbledh mbeturinat vetëm tek deponia qendrore.
Por, thanë se janë disa kompani të palicencuara nga Prishtina dhe Ferizaj që i hedhin mbeturinat jashtë kësaj deponie. E banorët thonë se nuk do të ndalen sa adresuari problemin e tyre derisa kjo deponi të hiqet. Duke e quajtur këtë gjendje si vepër penale, presin nga prokuroria të merret me të. E tani shkojmë në Prizren ku një organizat jo qeveritare u kujdes që bashkë me antarët e organizatës Hendikos të shenjoj zonat ku ka pengesa për lëvizjen e personave me nevojat veçanta. Ka marrë moti mirë e këta ka ndalë në shëtitje. E këtë, personat me nevojat të veçanta po e bëjnë me pengesa të shumta gjatë rrugës. Pjesëtarët të shoqatës Hendikos të ndihmuar nga organizata jo qeveritare Folma Ndryshe, po i evidentojnë hap pas hapi problemet që i kanë gjatë lëvizjes në rrugët e Prizrenit. Në hartën që pëmbajnë, gati çdo 10 metra, ka nga një shenjë që tregon se rruga e domosdoshme për ta nga Bashdarhanja deri në sheshin Shadërvan herë është e vështirë e herë plotësisht e pakalueshme. Është dikun problem që për shkak të stazave, qasja mundot më kanë e vështirësume, po shkoj më mirë pak më larg shkoj, e gjaj vendin e dur, për me bati kalime. Por pavarësisht pengesave, personat e verbër kanë mirë kuptim për gjendjen e rrugëve, por edhe për trajtimin që po u bëhet. Nuk mund të themi që jemi pesimist, më falni, sepse shteti ynë ende është në stadium të forshnjërisë, i ka mush 5 vjetë, domethënë pavarësi, në shpesim që në të ardhmen do të ketë konventat cilat du të përmbushin këto kritere dhe shpesim që në të ardhmen do të bëhet një shtet sa më funksional. Pengesa që i evidentuan të dielen pritet të prezentohen para drejtorisë së urbanizmit në komunë. E këta persona janë optimist në këtë ndryshim. Ani pse as para objektit komunal për ta nuk ishte aq e lehtë të kalojnë. E për një grua gjakovare as mosha e shtyr nuk po sjell pushim, ajo me 83 vite jetë nuk po don të pushoj nga punimi i qilimave me vekun e saj. Gjithçka që është shtruar në këtë dhomë është pundore. Për të gjitha këto mbulesa është përkujdesur e zonja e shtëpisë Minire Dujaka nga Gjakova. Në fakt, këto janë vetëm disa nga punimet e kësaj 83 vjeçareje, të cilat i realizon me vek. Këtë punë në këtë mënyrë ajo e bën që e hiq më pak se 6 dekada. Këtë zanat ajo e kishte marrë nga një fqinje e saj në Prizren, qysh në moshën 14 vjeçare. Edhe herë me nertë, tha, ka mundësi, tha, më marshu, po bes jam qiken me mësu në shkollë, tha, për me bo qëllima, tha, po mre, edhe më shajti baba, shkova. Kursin e kishte ndjekur ndonë se në shkollë nuk ishte shkuar asnjëherë. Me punimin e qilimave ajo kishte vazhduar edhe kur ishte martuar në Gjakov, bile ishte marrë edhe me shitjen e tyre. Po s'kom pas mundësi me flajt. Joni qete qëllima, ishte pikatunit e po ishtina kunatat me mija me mësu edhe ato dyja të shamush një koqë. E tani, kur interesimi nuk është i madh për blerjen e këtyre punimeve, ajo punon vetëm për familjarët e saj. Megjithatë, me shumë kujdes e ruan vekun po ashtu 60 vjeçar. Ndërsa kujton shqetësimin kur këto dërasa pa dijenin e saj ishin marrë të përdoreshin edhe për ndërtimtari nga kunati i saj. Shku në kullëm, marru kulmi me ta, pas e kanë shkeka ta, e kanë e bona për vek. Por kjo zonjë një vitet e 60 kishte kryer edhe një zanat tjetër, e kishte mësuar edhe fotografin. Ma blevi aparatin retina, edhe nisëm borë kru me mësu. Po, e unë mësesha vetë, këqosha filmi, kohen filmi i preshtaj. Qysh bëhet, qysh që kënej, e nëzishna vetë. S'ka mësu kërkur s'ka pas kohë, s'ka ditë kush më mësu mu që aty dëgoj. Ndonë se fotografin ka shumë vite që e ka lënë pasi bashkëshorti i kishte ndëruar jetë, zanatin e vekut thot se do t'a bëj për aq sa do të jetoj. Do të vazhdojmë me lajmët nga bota. Në Ukrainë është gati të përsëritet revolucioni i portokallt. Kjo pasi opozita ka arritur të mbledhë në Kiev një numër të madh të qytetarëve në protest kundër presidentit.
vërshuan se cilin kënd të sheshit të pavarësisë. Mira protestues u rikthye në rrugët e kryeqytetit Ukrainas, Kiev. Me vete kanë marrë edhe flamujë që po tregojnë qëllimin pse kanë dalë të protestojnë. Kësaj radhe për të ushtruar presion mbi presidentin e tyre Viktor Yanukovych që mos të heqë dorë nga integrimi në Evropë. Kijevi zyrtar ka pezulluar bisedimet me Bashkimin Evropian muajin e fundit. Ukrainasit e nervozuar po thonë se marrëveshja me BE-n do të mundësonte kufin të hapur për tregti. Liderët opozitar që dështuan të rënojnë qeverinë me vot besimin e javës së kaluar, tani kanë shpresë se këtë do të arrijë zëri qytetarëve. Sipas tyre, numri protestuesve ka arritur gjysmë milioni, ndërsa policia pohon se janë rreth 60.000. Megjithatë, ukrainasit nuk po I pengon I ftohtë I madh për të bllokuar të gjitha rrugët, përfshirë këtu edhe hyrjet e daljet e presidencës dhe qeverisë. Kjo protestë është më e madhja në Ukrainë që nga jashtë quajturi revolucioni portokalli 9 vite më parë. 12 shpërthime kanë shokuar kryeqytetin e Irakut të dielën duke lënë të vdekur 40 persona dhe më shumë se 160 të plagosur. 8 prej këtyre bombave ishin të vendosura në vetura dhe 4 buzë rrugëve. Më vdekjeprurësia ishte ajo në një veturë në qendër të Bagdadit, e cila vrau 6 persona dhe plagosi 12 të tjerë. Gjatë nëntorit, aktet e terrorit morën jetën e 659 irakianëve dhe lanë të plagosur 1400 të tjerë. Shifra këto të publikuara nga misioni I Kombëve të Bashkuara në Irak. Arritëm tek sporti, karateistët kosovar nga kategoria nxënësve dolën në fort të suksesshëm në kampionatin ndërkombëtar që u mbajt në Prishtinë. Ndonë se goditjet nuk I ka të forta, shpejtësia nuk po I mungon. Por karateistes 7 vjeçare, Erna Zyberi, nuk po I mungojnë as këshillat nga kolegët e klubit IPON. Evo Glusha u tregua e fort pasi në finalen e kategorisë nxënësve të reja në turneun barkomtar Adem Jashari në poshtë Maqedonasen Anjel Pejaković. Vajza po thotë se e pati të lehtë fitoren. Nuk e kom pas hiç vështirë për me luftu, se jam shumë e vëshme që kom fitu dhe ta marrë medalë. Megjithatë, djemt thuhet jetë garë më e fortë. Shumë mirë, konkurenca është shumë e fortë. E krejt këta fëmijë që janë mbledhur në pallatin e rinis, e din fort mirë se emrin e kujt e mban turneu. Kjo garë mbahet për Adem Jasharin, I cili luftoi për lirinë tonë, për Kosovën, e kështu e presim me gjithë shpirtin e me zemër. Megjithatë, ky turnir nuk u zhvillua në kohën e paraparë, ndërsa garat u zhvilluan në temperatura të ulta. Fatkeqësisht, temperatura shumë të ulta, mirë po për shkak se palestra ka qenë në zonën, në disa aktivitete dhe për shkak disa merrmethime që janë të bo, për ata e kemi shtyjë deri në këtë datë. Fituesit u nderuan me medalje dhe trofe. Ndërsa ky ishte edhe aktiviteti I fundit I Federatës së Karates për këtë vit. E përfund do flasim për një gjetje që ka bërë një djalosh amerikana I bëri të mundur që gjemperet e festave të fund vitit të kenë ekran ku ai që I vesh të vendos edhe pamje lëvizëse. Nuk është I zakonshëm. Prandaj e quajti gjemperi Krishtlindjeve. Shpikja e fundit e entuziastit amerikan Mark Rober është gjemperi në të cilin mund të kesh çfarëdo pamje brenda tij. Në pjesën e brendshme ka një xhep, ku mund të futet smartphone-i juaj dhe ku mund të ndryshoni edhe dizajnin e animacioneve. Koncepti është I thjeshtë. Shkarkoni aplikacionin nga faqja Digital Dots dhe pastaj zgjedhni animacionin për dizajnin tuaj. Pastaj vendosni celularin në xhepin e xhemperit dhe do të ndodhë kjo. Nëse ju pëlqen se si duket kamini juaj, tani atë mund ta merrni me vete. Gjithashtu mund të ndryshoni pamjen vetëm me 2 klikime. Ky xhemper kushton €40 dhe mund të porositet në website të Digital Dots. E më këtë lajm po shënojmë edhe fundin e këtij edicioni, kujtojmë edhe njerë disa nga titujt. Një rrahje e rënd ka ndodhur ndërmjet disa kushërinjve në gadimet të Lipjanit. Të afërmit e tyre thonë se shkas I zënkës ishin ndasit politike. Policia ka arrestuar 5 persona. Ministri sërb pa portofolë Aleksandar Vulin tha sot në Graçanitë se Asociacioni I Komunave Sërbe nuk do t'jetë një organizatë jo qeveritare, ai tha se kjo bashkësi konsiderohet si kryevepër e Beogradit.
Faleminderit për vëmendjen tuaj, mirëmbëjtje.